10 pika për sukses. Ja një listë me 10 pika që mund t'ju ndihmojnë të arrini sukses në jetën tuaj personale dhe profesionale. Në 1. Përcaktimi i qëllimeve. Definoni qartë qëllimet tuaja duke krijuar objektiva të arritshme dhe të matshme. Përdorni metodologji si SMART, specifik, maturi, arritshmëri, relevant me kohë për t'i strukturuar ato. 2. Planifikimi. Zhvilloni një plan veprimi për të arritur qëllimet tuaja. Ndani qëllimet e mëdha në hapa më të vogël dhe krijoni një kalendar për t'i ndjekur ato. 3. Përdorimi i disiplinës. Mbani përkushtim dhe disiplinë për mbushjen e detyrave tuaja. Kjo do t'ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur dhe të përballoni sfidat. 4. Edukimi dhe mësimi. Investoni në zhvillim duke lexuar libra, ndjekur kurse ose marrë pjesë në seminare. Kjo do t'ju ndihmojë të zhvilloni aftësi të reja dhe të rrisni dijen tuaj. 5. Rrjetëzimi. Ndërtoni një rrjet kontakti me njerëz që mbajnë interesa të ngjashme ose që mund t'ju ndihmojnë në karrierën tuaj. Ngritja e marrëdhënieve mund t'ju sjellë mundësi të reja. 6. Menaxhimi i kohës. Mësoni të menaxhoni kohën tuaj në mënyrë efektive, duke prioritizuar detyrat dhe duke vërtetuar shpërnderimin e kohës me aktivitete jo produktive. 7. Pranimi i dështimeve. Shihni dështimet si mundësi për të mësuar dhe rritur. Mos u friksoni nga gabimet, por përpiquni të nxjerrni mësime prej tyre. 8. Kujdesi për shëndetin. Mbani një stil jete të shëndetshme duke përfshirë ushqimin e duhur, stërvitjen dhe pushimin. Një trup i shëndetshëm ndihmon në fokusin dhe energjinë e nevojshme për të realizuar suksesin. 9. Pozitiviteti. Kultivoni një mendësi pozitive dhe besoni në aftësitë tuaja. Pozitiviteti ndihmon në krijimin e energjisë që tërheq mundësi dhe njerëz pozitiv. 10. Reflektimi dhe rishikimi. Rishikoni progresin tuaj rregullisht. Reflektoni mbi arritjet dhe sfidat dhe bëni ndryshime në strategjitë tuaja për të përmirësuar vazhdimisht. Secila nga këto pika është një komponent i rëndësishëm për arritjen e suksesit dhe mund të aplikohet në shumë fusha të jetës. Qoftë në jetë, qoftë në karrierë, aty ku ka mundësi edukimi apo në marrëdhënie personale. Suksesi është i garantuar, andaj ju duhet të përpiqeni.